Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi si gjithë një bashkë në Atlas Njerëzor. Nëse do ta përkufizonim me një imazh, do të thoshim se është një zë që nuk këndon, por rrëfen, tregon. Një zë që duket sikur lind nga vetë toka e Labëris dhe merr frymë nga historia e saj. Kur ai interpreton Janinës që pan syt, nuk është thjesht një këngë, por është një përjetim. Është një udhëtim që të çon mes dhimbjes, krenarisë dhe shpirtit shqiptar. Kritika muzikore ka cilësuar si një risi në iso polifoninë shqiptare, një mënyrë unike këndimi që te kalon kufijtë e vendit. Sot në studio kam një emër që nuk ka nevojë për shumë prezantim. Është Bilbili i këngës Labe, Bilbili polifonist Labe, njeriu që ka mbi 4 dekada në skenë dhe mbi 400 këngë në repertor. Mirë se erdhe Nazif Çelaj. Të falenderoj Nazif Çelaj që je i pranishëm në studion e Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Ju falenderoj dhe unë juve për ftesën që më bëtë. Është kënaqësi për ne zotëri që të kemi një nga zërat magjik të polifonisë shqiptare. Nazif Çelaj, ke nisur të këndosh në skenë në moshën 14 vjeçare, në skenë flas. Po. Si ma përshkruan këtë moment? Unë që është e drejta e kisha filluar më herët, që në shkollën 8 vjeçare ku isha, si nxënës, me një cilësi të zërit tim që nuk e kuptoja se kisha në një zë kush e di, se kuptoja dot. Po më vonë doli që zëri im ishte i përshtatshëm për të punuar dhe për të ecur më përpara. Në moshën 12 vjeç, unë kam kënduar para një publiku në një dhomë 20 burra, ku erdhë me babain tim në Kanin të meri motrën e madhe nga të parët. Aty më thanë, po këtë djali që është këtu, i thoshin babait. Është djali im, thaj. Por ne duam ta këndoj një këngë. 12 vjeç. 12 vjeç. Unë ndodha ngusht para atij publikut, se s'kisha kënduar, se këndoja me shokët e mi, me nxënësit në shkollë, po jo para një publiku burrash. E kupton? Aty. Dhe mora një këngë për Ismail Qemalin, me që isha në Kanin. E kupton? Kënga vajti shumë bukur, u ngritën burrat me goda në dorë, të gjithë. Aty i thash vetes, po unë që kam këngëtar. E kupton? Ajo ishte skena e parë, e improvizuar. E improvizuar aty në dhomë. Unë që kam këngëtar, thash unë. Dhe me thënë që më përqyen edhe gjithë ta burra, unë ngrinë këmbë aty. Dhe që andej, e deri më sot e pandër për erë. Po, 14 vjeç pasaj dollët në një skenë serioze. 14 vjeç dolla në skenë serioze. Fillimisht kam dalë si hedhës i grupit, jo marrës. Se kishtë të tjerë burra në fshat që këndonin marrës edhe nuk mund të ma lejonin vendin mua që ishe i vogël. E kupton? Pasaj më vonë u aplikova me grupin komplet, sidomos mbas ushtrisë, kur erdha. U angazhova plotësisht me grupin dhe isha marrës me grupin. Megjithatë, ishte dikush që e mbështeti Nazif Çelën që i dha dorën e parë? Po, rapsodi i mirënjohur Fethi Ibrahimin Lapardha, mirënjohje, që po thuj se ishte si prind për ne, si prind. Ai e donte këngën Labe, shkruante për këngën Labe, shkruante edhe për elegjin, edhe për Labrin, edhe këngë dashurisë, edhe këngë patriotike, sepse e njifte mirë. Këta ishin njerëzit të shkrimtarë që kishin dalë nga e keqja, nga lufta, nga të gjitha, dhe njihin mirë. Por kishin përbojën jetësore. Kishin një provojë shumë të madhe. Dhe ku shkruanin aq bukur dhe aq mirë që këngëtarin e bënin për vete.
e bënin për vete. Edhe mua më ka mbështetur Feti Ibrahimi shumë. Do me thënë, deri në vdekjen e tija. Mirënjohje për Feti Ibrahimi. Mirënjohje të madhe. Mjeshtër, kur e kuptove pra që zëri yt ishte i veçantë, nuk ishte një zë i zakonshëm të themi në thonjza, cila është ndjesia që provoi Nazif Çela? Në 83-shin, neve i punonin për festivalin e Gjirokastrës së bashku me Fetiun, kishim disa numra që kishim lënë mbrapa, dhe po ecim, do me thëmë, për të punuar për numër më të bukur, më të mirë edhe më original të polifonisë. E kupton? Dhe arritëm të këngë Janinës, të 83-shin. Do të thuash ti që si lindi kënga Janinës. Kënga Janinës lindi duke ecur dhe në një punë shumë të madhe, 3-4 vjeçare, që ne kemi lënë pas disa vlerat të tjera që janë, jo si Janina, po aty te Janina. E kupton? Dhe lindi kjo këngë. Duke ecur bashkë me Fetiun, ai bënte zërin e parë, unë bëja zërin e dytë në kthim. Edhe kur futësha unë të zëri parë, futësh Fetiu të zëri dytë. Ishin vetëm të dy. Po vinin për në kotë. Pra, improvizime pa regjizor, pa thënë që ti do bësh këtë gjë? Jo, pa thënë, pa regjizor. Aty kur ne e poqëm si këngë, si variant, me një fush aty, punoni vadisin Jonjë, 2 fshatarët tanë, që njëri ishtë pjesëtari i grupit Goliku. A i këthysi me atë zërin e hollë. E u folëm atyre, hajde në qikë poshtë. Aty u ullëm. Fillom, merje Nazif, më tha mua Fetiu, ja mora unë. Unë u futa në melakoli, sepse kënga e tillë ishte. E kupton, e tillë ishte kënga. Goliku u futa ka jo këthyrja me atë ullërimën. Po, tha Fetiu. E gjetëm, tha, dhe nuk e lëqoj më, tha. E kupton? Aty lindi kjo këngë. Pasaj e shtuam me shokët e tjerë, zgjodhëm shokët, sepse kjo këngë nuk kërkonte shumë iso. Kjo këngë kërkonte një iso piano. E kupton? Një iso piano. Edhe ashtu u bë. Zgjodhëm 6 shokë, edhe e bëm këngën e Janinës që zuri çmimin e parë laureanti festivalit Gjirokastrës. Është një këngë që u bë histori, apo jo? Ngeli. 6 zëra. Ngeli në kupën e këngëve të tjera, në qiell. Edhe ngeli dhe sot e kësaj dite, ajo është e pasvendësueshme. Sa bukur të dëgjosh 6 zëra në një këngë të tillë. Në një zë. Është e çuditshme vërtet. Dhe ndaj them që ti nuk këndon, ti tregon. Edhe ndaj janë të kompleksura pasaj të gjitha ato ndjesitë dhe përjetimet. Megjithatë, unë do t'i lutem regjis që për pak momente në të na i shfaq këngën Janinës që panë sytë, sepse është një këngë që vërtet ka bërë histori. Histori në polifoninë shqiptare. Dhe pas kësaj magjie që ne të dy bashkë këtu, unë si dëgjuese, ti si mjeshtër i madh, dua të të them ju, po ti ma lejon këtë konfidencën që të flas me ti, apo jo? Po s'ka rëndësi, sepse unë e ti jemi këtu. Po jeni mjeshtër. Dhe një magji e tillë, pra, çfarë mendoni, si reagoi publiku i Gjirokastrës, si u vlerësuat ju, se e kënduat në festivalin kombëtar të Gjirokastrës, apo jo? 83-shin. Cili ishte reagimi? Si përjetove ato emocione? Ti
I pari dhe edhe 5 zërat e tjerë. Të themi atë të drejtën, siç na ka ndodhur. Pra ne nuk e dinim se ishim në pedestial të lartë. Nuk e dinit që do të bënit të histori të jashtëzakonshme. Ç'është e drejta ashtu ishte, e kupton? Dhe nuk e menduam. Po kur u përzgjodhen numrat, 18 numra që do venin para udhëheqjes në Tiranë, ne ishim parët. Dhe më të nesër në mëngjes që na u dha ky lajm, të gjitha radiot Gjirokastrite vetëm me këngën Janinës. Atëherë i tham vetë, që kemi. E vëdhën se aty konkuruan shumë këngë, po radiot e Gjirokastrit në atë katër pra u pëlqye, u duar trokit, u mirëprit. Shumë. Bile ne kur kemi konkuruar në Vlorë, që e prum, se këtu e prum në Vlorë, atë, kur konkuruam këtu, në sallë ishte një heshtje sikur s'kish njerëz. Pa frym. I madhi Lefter Qipa ishte para meje. Se unë kam bërë ushtrin në Pilur edhe kam punuar shumë i Lefter Qipën. Shumë. Ishte para meje. Dhe e pash që ju dojtë cingarit e dora këtu, nuk e thithim më cingarin. Edhe ngeli goja hapur si që bëja unë gojnë hapur. Bardhi polifonisë dhe ai. E kupton? Kështu që është e vërtetë ajo pati një shans të veçantë. Edhe shkrimin që bëri shkrimtari kritikën? Ja, që bëri shkrimin, e kupton? Po, që vlerësoj. Sot mund të them me plot gojnë, Gjevaj Spajiu. Gjevaj Spajiu. Mund të them me plot gojnë, tha që tashëm Lapardhaja bëhet një shkollë për të gjithë Labrin. Pse u bëj një shartimi një këngët që bërtis fort. E kupton? Se kënga këndoha shumë fort. Kishte këngëtarë që këndonin fort edhe nuk e mbanin dot të kujdi unë dhe këte. Kjo ishte një shartim e një këngë polifonike e butë. Prandaj dhe do të pyesja, është e vërtet që pikërisht Janinës që panë sytë, kjo këngë e magjishme arriti të ndryshoj dhe rjedhën e iso polifonisë? E pra, po ja, kjo ishte që e arriti që e ndryshoj rjedhën. E kupton sepse ishte një këngë e shartuar, e prerë, e thjesht në të kënduar, e bukur në të dëgjuar, dhe kjo ishte ajo që ishte, po thuaj se sherbeti i baklavas. Dhe magjike në të përjetuar, në përjetimin që e ka publiku pastaj. Po. Nazif Qela, ke një karierë mbi 4 dekada, një karierë artistike mbi 4 dekada, me mbi 400 të themi këngë. Po. Si përjeton ti këto tani, cila është ndjesia që përjeton vetë Nazif Qela? Shiko, e curia duhet tjetë dhe është që njeriu duhet eci. Duhet eci për para. Dhe duhet eci me ndjeshmëri. Duhet eci që të bëj ato që i pëlqen publiku. Se po ta pëlqeu publiku, çdo gjë, ti je në rregull. Po nuk pa të duar trokitje në publik, ti ke mbaruar si këngëtar. Dhe neve kemi lënë shumë këngë mra, prandaj i them që kam kënduar mbi 400 këngë. Mbi 400 këngë. Se 190 i kam videoklipe unë. Plus, këngët që kam kënduar në për koncerte që i kam të harruara. I marë në Rapsodi, i merja në Rapsodi momentalisht, aty për ndodhin që ishte koncerti. E kupton edhe i këndoja. Ato ngelen të harruara. Po unë i kam të registruara. Shumë bukur. I kam të registruara. Kështu që... Të kanë bërë pak kjo lavdia, të ka bërë pak mendje madh? Apo jo? Jo. Vençoria ime kjo është, që s'jam mendje madh. Po, shumë bukur. S'jam mendje madh. Cila është dita më e paharruar në karrierën tuaj?
Dita më e paharruar në karrierën tonë është kur unë arrita që këndova para udhëheqjes. Para udhëheqjes Asaj udhëheqje që asaj kishim. kohe. Asaj kohe që kishim, po ajo ishte udhëheqja jonë. Po. Asaj kohe që kishim. Kjo ishte dita më e bukur, më e mirë. Po pse? Pse? Po ja, se nuk e di, atëherë në ato vite neve kishim një ndjesi të madhe për udhëheqjen. Ndjesi shumë të madhe për udhëheqjen. Sepse besonit që çdo gjë shkonte mirë, Shqipëria po ecte, shkonte bukur, shkonte ashtu. Dhe ju besuat tek ata. Besonim tek ata. Po demokracia tani më vonë na solli që të jemi çik më të lirë, të jemi çik më të gjerë në vepruarat e menduar, më të gjerë. E kupton? Po mbështetje aq sa kishim tek ata nuk ka sot. Nuk ka sot. Kultura, polifonia. Sidomos polifonia. Nuk e mendojnë fare, nuk e shkojnë në përmend fare se ka polifoni që e mbron bota. Nuk e shkojnë ndërmend fare këta. Po. Nuk e di se si e kanë halli, se çfarë duan t'i bëjnë polifonisë, që nëpërmjet polifonisë është mbajtur historia gjallë. Nëpërmjet këngës është mbajtur historia gjallë. Se nuk dinin shkrim e këndim atëherë. Po një këngë e këndonin për brezat ata, për njerëzit që ishin larguar në përbot. Atëherë ishit dhe të detyruar, do të thënë, shkonit dhe performonit përpara udhëheqjes. Sot është një fenomen tjetër. Sot shkohet me dëshirë dhe bëhen këngë polifonike për udhëheqjes. Ju jeni nga ata? Jo, s'jam. S'jam nga ata. Pse? Edhe në atë kohë unë nuk kam kënduar për udhëheqjen. Por ke kënduar para udhëheqjes? Para udhëheqjes, po, kam kënduar, po jo për udhëheqjen. Ka ndryshim kjo? Para dhe për? Kjo ka një ndryshim shumë të madh me grupin e Lepardas, nuk është grup politik. Grupi Lepardas është grup polifonik për të kënduar këngët e hershme, sidomos legjendat, sidomos ne këto kemi kënduar. I kemi kënduar dashurisë, legjendave, trimërisë, po jo politikës. Jo politikës. Asnjëherë. Sot nuk bëni, as bëni këngë, as performoni. Jo, për politikën jo. Ndoshta performoni edhe mundet, sepse... Nuk mundet, shiko, nuk mundet këndosh... Zhvillohen aktivitetet të ndryshme që mund të jetë dhe aty udhëheqja. Po kjo s'do të thotë gjë. Kjo s'do të thotë gjë fare. Nuk do të thotë, se sot është, ai nesër s'është. E shti bëj këngun? Po. S'është nesër, është tjetri. Po ka që bëhen këto këngë, apo jo? Po ka, po shiko, kjo unë e quaj një rol servilizmi. Po, le të mbetemi aty. Nuk. Në sa vende të botës ju ka quar kënga? Në të gjithë Evropën. Në të gjithë Evropën kam Në të gjithë Evropën? Po, kam gjezisur. Deri në Azi. Deri në Azi, ndërsa së fundmi Së fundmi isha në Amerikë. Keni qenë dhe në Amerikë. Po. Qëndrojmë pak tu, ishit në Amerikë si? Në Boston. Si shkuat? Në Boston e shkuam me një... Grup? Me grup. Grupi polifonik edhe një grup valltarësh. Ne bëjmë pjesë me këtë grupin polifonik që vajtëm në Boston me asamblin Amantia. Po. Aty kemi ndërtuar jo vetëm polifonin që kemi grup me një anë këtë, po kemi ndërtuar dhe një grup me vajza shumë të mrekullueshëm. Që këndojnë këngën labe. Që këndojnë këngën labe. Këngën labe. Edhe kemi 2-3 marrëse shumë të bukura, shumë të mira. Kemi kthyerse shumë të mira, hedhse shumë të mirë. E kanë talentin. E kanë talentin. Sa gjë e bukur. E kupton? Dhe unë punoj me to aty, te Pallati i Kulturës. E kemi përgatitur, janë shumë të mirë. Kemi dhënë disa shfaqje në Kosovë me to. Kemi vajtë 3-4 herë në Kosovë të ftuar, e kupton? Polifonia me ne burrat edhe ato. Kryesisht çfarë këngësh këndoni me vajzat? Që janë pjesë dhe vajzat? Këngë edhe këngë trimërie, edhe këngët e dashurisë. Dashurisë, edhe këndojnë bukur, janë shumë të mira. Na thuaj pak impresionin që ndjeve në Boston.
Shkuat me ftesë të Universitetit Howard. Po, me ftesën e Universitetit Harvard shkuam dhe kemi nxjerrë vizën për 2 ditë. E nuk e besuam. Asot nuk e besuam që ne morëm vizë për 2 ditë edhe ikëm në Boston. Asot se besojmë. Ata sa na pa ftesën, i dhanë rëndësi shumë të madhe ambazata amerikane. Sot aplikuam, më të nesër morëm pasaportat. Si u prit performanca juaj atje? Shumë, nga shqiptar shumë e bukur. Dhe jo shqiptar, apo jo? Nga shqiptar dhe jo shqiptar. Po. Atje ishte organizator një profesor nga Kosova, që jepte gjuhën shqipe në Avardi. Ai na priti, ai organizoi të gjithë çështjen e shqiptarëve që vajtëm atje, edhe salla ishte pothuajse jo shumë e madhe, po ishte rreth 200-250 vetë brenda. Plot. Performimi që bëm neve, Çfarë u ngritën në këmbë dhe nuk ulën më. Çfarë këngësh kryesisht? Këndova këngën e parë Janinën. Janinës. Këndova Bekën e Bardhë me që ishte me cull. Këngët më të bukura. Këndova për Ismail Qemalin. Bravo. Aty. Këndova një këngë tjetër që përfemon për polifoninë shqiptare. Këngët shqiptare janë këngët e mia. Perëndesh e madhe është polifonia. E kupton ti? Ata nuk ulën, po ngelin në këmbë duke dur të rëketur. Në qoftë se do të thoshin të rijen në Amerikë, të rijen në Boston? Jo, si në asnjë mënyrë. Pse? Humbas atje. Në ç'kuptim? Këtu, humbas këngën. Të parën humbas atë që unë dua. Kështu që. Po. Cila ishte porosia? Se çfarë më thanë? Çfarë porosi ju dhe çfarë mesazhi ju dhe shqiptarëve atje? Në një moment që bëm një darkë, na bëri një person. Ai ishte Korçar, po rrinte këtu në Vlorë. E kuptoj, ka shtëpi këtu në Vlorë. Edhe atje kishte vajtur atje. Na bëri një darkë, një natë. Aty na fundi unë ngrita me një godë për t'i përshëndetur. Po. Se ishte më i madhi. Tradita shqiptare. Tradita shqiptare siç ishte. Dhe u thash bashkëtetarëve tanë, u thash 2 llafe. Unë ndava, thash, në 2 gjëra. Amerikën për kaq sa qesh këtu. Po të dyja nuk bëhen bashkë. Më thanë mua, kush? Ndava, thash unë, që këtu juve fitoni. Jeni të pasur? Jeni disi të pasur, se fitoni, punoni, me djersën tuaj. Po keni humbur gjë më të madhe, tjetrën. Pasuria më e madhe është njerëzimi. Jo e keni humbur këtë sepse njerëzit e keni andej të gjithë. Njerëzit, familjen. Familjet e keni andej të tërë. Edhe kështu që e keni humbur këtë gjë. Okej, më tha mua, e ke të drejtë. Po, bukur. E ke të drejtë. Shumë bukur. Kështu që Nazip, tematika e këngëve tuaja është e larmishme. Sa po folëm, keni elegjit, keni lirikën e dashurisë, keni lirikën patriotike. Ku ndihet më mirë Nazip Çela? Unë ndihem tek të dyja. Tek të dyja kush? Se unë thash 3. Ti the 3. Po. Ku je mirë? Elegjia është imja. Elegjia. Imja. Edhe patriotikja, edhe lirika është imja. Po. E kupton? Unë ndihem shumë mirë te këto. Atëherë jetë të treja, jo të dyja. Se jetë të dashuria, të patriotizmi, tek elegjia. Po. E këndoj disa këngë me një asambël që patëm njëherë dikur, këndoj me Vitore Balilin. Po. Vito më iku fiqiri, ku dole për para tëndës. Djalë të gënje usyri, thot ajo, dukesh në argjendi e hënës. Shkoj, Vita, shkoj, themë, mënte mia vanë. Tani që të ikën, thot ajo, mos ua ki sevdan. Tani që më ikën, i themë, unë ua kam sevdan. E kuptoj, kënga lirike është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Ajo të jep, merr dhe jep. Nuk mund të na i bësh me zë, me melodi, dhe jo vetëm tekst, se teksti është shumë i bukur. Mund t'i dëgjojmë 2 vargje nga ty tani? Të Vito së bukur? Këndoj pak. Vito më iku fiqiri, kur dole për para tëndës, djalë të gënje usyri, duke shënga argjendi anës.
O shkoj, vita shkoj, më temi jamore vagana, tani që të ikën djallë, mos ua kise vdana, tani që më ikën, unë ua kam se vdana. O që mrekullie, o që kënajsie, o kënajqa shumë, shumë. Është magji or magji, është magji zëri i Nazif Qelës. Nazif Qela, ju krijoni dhe bëni dhe krijime vetjake. Si lind një ide, si lind një frymëzim? Këtu do vim të kë ajo që më bëre pyetje parë pa ekran të Bleta. Po, se je dhe një Blet rritës. Personi që merret me Bletën, që di historinë e Bletës nga brenda, di të bëj dhe shumë gjëra të tjera. Bleta vete lule me lule, po nuk e çkull lulen. Ajo i merr pjalmin. Po, shumë e bukur. I merr atë që i duhet dhe e la atje. Kjo bën lidhje, unë e bëj këtë lidhje edhe për këngëtarët e ri, që kanë dalë dhe do ketë këngëtar plot, se ke një pyetje ti që aty që thoni që kënga Labe është ka mundësi që dhe të humbas. Jo, kënga Labe nuk i dihet as lindja as vdekja. Nuk do i dihet. Është e rëndësishme kjo. Nuk vdes kënga Labe. Por njerëzit që e përcjellin këngën Labe duhet punojnë si Bleta. Jo se nuk marrëm neve i këngëtarët e nuk japëm me njëri tjetëri. Nga njëri tjetëri. Marrëm se kënga Labe është këngë Labe. Marrëm. Po qarë marrëm? Marrëm atë pjalmin e një këngë të tjetërit unë atje që e dëgjoj dhe e fut të kënga ime pa e kuptuar. E fut të aty të varianti im pa e kuptuar, pa atë pjalmin. Nuk kopjon, krijon. Nuk krijoj aty. Unë krijoj aty, nuk është kopim ky. Sekse këta kopjojnë. Ta duan të marrë lullin me gjithë rënjë, po është lullja ime, kam rritur unë. Ti merë motivin, merë një motiv. Unë marrë një pjallë ma ti e marrë unë. E kupton ti, atë marrë. Edhe e fut pa kuptuar të kënga ime, sepse e kam marrë atë më ka ngellë në tru. Ajo, e fut aty pa kuptuar, fara as vetë. Po kur e analizoj këngë dhe më shiko të qarë, ku kam dalë këtë. Pra kjo është krijimi. E qartë. Kjo është krijimi. Jo të marrë unë të kopjoj Surjatin unë, për shumë, Surjat Hodon, apo Fatoshlikon në Dukat. Jo, në asë mënyrë. E ka rrita jetë lule. Unë atë të Surjatin mund të marrë një diçka që se kupton do të asë një e fut të zgjoj ime dhe s'kuptohet. Dhe me që jemi të... Ose Surjatit e mua. Po. Dhe me që jemi të krimtaria, të procesi i krijimit, keni dhe shumë, të them, klipe me djem që këndojnë vetëm apo me grupe të tjerë? Apo jo? Kam shumë. Si lindin të bashkëpunime, Nazif? Unë ftohem të këtë gjithë grupet Labe. E kupton, për shumë, është një fest. Ta zëmë përgonat. është një fest. Aty më ftojnë si vetëm Nazifi të vi. Nga progonati. Prefekt të pagesave të nështi. Nuk lëvrohet leku, do ftojnë vetëm një. Edhe që a bëjmë futem me grupin e progonatit. Edhe këndojnë një këngë të timen. E kupton? Ose një i progonatës do vitë këndojnë me grupin e reparlash. Edhe del dhe si një krim i ri. Një krim i ri. Del një krim i ri, sepse aty është këthyrës tjetër, aty është hiso tjetër, aty është hedhës tjetër, të gjitha elementet janë tjetër. Këdo më veçosh nga këto bashkëpunime? Shiko, bashkëpunimet unë i kam të shumëta. Të shumëta. E kupton? Pa ju mbetur qefi njëri dhe tjetrit, këdo më veçosh? Një ose dy? Unë nuk doja që të veçoja në këto gjëra, sepse të gjithë këngëtarët, kudo që janë, se më ka bërë dhe një pyetje njëri në Tiranë, këtë, kush është këngëtari më i mirë në Labri. Edhe unë dhe janë që kështu dhe është joj, thash. Ne të mirë jemi atje ku jemi, thash.
unë në Laparda, Syriati në Tërbaq. Mua më pëlqen ai djali nga Brati. A mundet tjetë e gjithë fush? Jo, po ka dhe kodra, ka dhe male. Që s'ka. Ka dhe male. Dhe kjo është lezeti. A ishtë male atje ku është. Më pëlqen ai djali nga Brati. Shumë i mirë. Keni një kombinim të jashtëzakonshëm. Shumë i mirë është. Është i jashtëzakonshëm, është djali mrekullueshëm. Është djali mrekullueshëm, ka një zët të jashtëzakonshëm. Ti nuk po ja thua emrin se nuk do që të mbetet hatrit të tjerëve? Jo, s'ka rëndësi që të Kush është ai? Hatrit të tjerëve të është. Kush është ai? Edhe kështu që se unë kam edhe Ergestin na Vranishti që këndon shumë bukur. Po më i bukur se ai nuk është. Se po. Që e lëm kështu pra. Nazif Qela, cila është kënga që publiku ju a kërkon gjithmonë? Cila është një këngë e dashur për publikun tani, që patjetër pastaj është dhe për ty e dashur? Po shiko. Publiku e do dhe edhe dhimbjen, publiku e do edhe lirikën, edhe patriotikën. I do publiku. Po këngët shqiptare, që unë i citova pak më përpara, janë këngët e mia, Perëndesh e madhe është polifonia, kjo është një këngë që publiku, sa herë që unë e këndoj, e pëlqen. Kjo nuk është patriotike, si këngë. Po, bejke, kjo, më falë, Baluket e ballit që këndoj unë, është një këngë që nuk ka vdekje, e kërkojnë të gjithë. Unë më sa das ma vete, më sa da vete, e ku do këndohet Baluket e ballit me sesbë. Dy vargje, tani dy vargje, Baluket e ballit. Baluket e ballit moj mbi sy të kanë rënë, si janë ambas malit moj, si janë e pa bëra. Manu shaqet lullet që këpute, do t'i bëj varë se për gushe ditën që o do bëhesh nuse. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Unë e dashuroj dhe unë polifonin. Më fole pak më parë Nazif Qela që nuk haron Feti Ibrahimin, ai ishte ai që të dha dorën, bashkëpunimin deri në largimin e tij nga jeta. Ka të tjerë poet me të cilët ke bashkëpunuar? Besoj dhe me Lefter Çipën, mjeshtrin e madh? Unë kam bashkëpunuar me Lefterin se vitet e ushtrisë kreva në Pilur. Edhe 2 vjet kam punuar me Lefterin, unë kam qenë në universitet për veten time atje. Patjetër. Sikur kreva një universitet sepse punoja shumë me Lefter Çipën. Ai ishte një njeri që kur të nxirte në skenë që të bënte prova, argjonte 3 paqeta duhan që pinte. Po. Edhe unë rria, sa pinte ai 3 paqeta rria në skenë, duke kënduar. Ishte një njeri që ai të treste për këngën. Është bardi polifonisë i muzikës popullore, i këngës popullore. Treste për këngën ai. Edhe unë ati i kam mirënjohje shumë të thellë, shumë të madhe, për ato 2 vjet që unë punova me të atje. Po. Për ato është... Nazif Qela, më ke thënë më herët se polifonia po shkon drejt falimentimit. Tani këtu e kundërshtove. Mi thuaj pak të dyja variantet. Shiko. Pse themi po shkon dhe pse themi që jo nuk shkon? Atëherë kur kemi folur bashkë neve, ishte një krizë për polifonin. Dhe këtë krizë ne kemi kaluar. E kemi kaluar tani, sepse unë po shikoj të rritë. Sepse e lidh me brezineri tani. E lidh me brezineri dhe kemi kaluar, ka kaluar kjo krizë, e kupton? Edhe atëherë kishim një ndjesi se po i këte rëmull kënga. Unë do të thoshja vetëm kaq, se e thashë më përpare që nuk ka vdekje kënga labe dhe s'do ketë, nuk i dihet as lindja, e s'do i dihet as vdekja. Perëndimi. Ka që kënga labe nuk vdes, ajo ka jetuar me shekuj, nuk vdes kur, edhe si jemi ne që e kemi krijuar. E qartë.
Se këndova një këngë unë, ashtë i për vitëri. Ikën degët, u thanë degët, po bijnë rënjët. Edhe një shoku im më kritikoi, tha, që kjo, tha, ne qarë jemi, ne, tha, nuk kemi rënja, ne, jo, i thash. Ne jemi degë, ne bim aty të rënja e këngës, thash. E qumë për para, thash. Do thahemi neve, thash, unë se do vdesëm. Do dalin degë të reja. Do dalin degë të tjera, ku çka është aty, thash, rënja është aty. Edhe kështu që nuk vdes kënga Labe, nuk vdes. Pra, grupet Labe nuk po zvoglohen. Jo, grupet Labe, ato po zvoglohen nga emigracioni. Unë pata një grup të rish të Lapardhas, ca një prit e mi që këndoni shumë bukur. Shumë bukur. U mora një 2-3 vjetë me ta, vija që nga Tirana i struktoja këtu. U mora 2-3 vjetë me ta, kam bërë disa albume, po i mori emigracioni i kanë se kjo është Shqipëria. Nuk u interesua njeri që të është dalin që këti mbajmë ta element këtu. Tu gjemi e një vënd pune, të rrinë këtu. E kupton? Jo. I përzune ikën. Kështu që, ndaj zvoglohet grupet Labe, ndaj nuk ka këngëtar shumë. Ka ngelu këta 2, për shumë ky Fisniku, edhe Ergesi, e kupton? Pati dhe Tragjasi një grup, po ku ka nikur dhe atyre, ikin elementet, nuk rrinë. Përveç ne moshatarëve që neve s'kemi ku vemi më. Megjithatë të besojmë prapë që degët gjithmonë ri për të rijen, të besojmë atje. Nuk diskutoj. Jashtë skenës, kush është Nazif Çelaj? Përveç ai bletari. Gjithmonë të kënga. Gjithmonë të kënga. Edhe po vajta në një lokal, do mblidhen njerëzit e këngës, edhe do këndojmë. Do ja marrëm këngës të mi. Nazif Çelaj, je lindur në Lapardha. Po. Sot nuk je më në Lapardha, jeton në qytet. Çfarë është Lapardhaja për Nazif Çelën? Lapardhaja për mua është gjithë qka. Gjithë qka që lidhet me mua është Lapardhaja. Sepse unë aty leva, aty u rrita, aty u martova, aty u shumova, dhe aty vuajta shumë, aty vuajta. Dhe aty do ngelen kujtimet e mia gjithë jetën. Duke sikur të ka dhënë dhe mbiemër ajo. Nazif Lapardhaja? Diku më na e mend më flasin, o Nazif Lapardhaja. Shumë e bukur. Ose, pash Nazif Lapardhaja atje. Është shumë e bukur, në lindja. Kështu që... Dhe jemi drejt fundit, cilat janë projektet për të ardhmen? Për të ardhmen e afërt, apo e kemi të largët? Jo, projektet e mia tani, në këtë periudhë që unë jam pak moshatar, nuk jam ma ai aktivi që ishja, e kupton? Janë të rralla. Unë kam një projekt me Aurela Gaçen, me këto këngët që bën Aurela, me muzikë. Se kemi përfunduar atë, unë i kam hedhur zërat e mi, Aurela ka qenë ndeja nga vajta unë. Edhe duhet këtë ardhur në shi. Mendon që do e kemi brenda këtij sezoni? Po, do jetë brenda këtij sezoni. Projekt pasaj kam dhe me këto gocat që thash tek Asamblia Mantja. Me këto duhet t'i pronovoj. Duhet t'i pronovoj fuqishëm, sepse duhet t'u bëj videoklipe, duhet t'i hedh që të pronovohen si këngëtare. Sa të lumtura janë ato që punojnë me një mjeshtër kështu. Jo, shumë të lumtura. Do të bëhen patjetër dhe ato do të bëhen të mira. Nuk më qojnë si, ato më qojnë si shok të tyre kështu se unë ashtu sillem me to. Si njeri i familjes. Si njeri familjar. Dhe s'ka më bukur. Po s'ka se ato janë 13-14 vjeqe, 15 vjeqe. Nazif, ju keni fëmijë apo jo? Po. Po, ka ndonjëri dellin e këngës Labe? Po, djali që kam, se unë jam divorcuar me një grua, kam 2 fëmijë me atë. Djali vajzën e kam në Angli, të martuar, dhe djali është i martuar, po djali ka një dellin tim. Këndon? Edhe këndon, edhe është si kthyer si mirë shumë. Bashkë këndone? Këndojmë bashkë, e kupton, po ai merret me ushtrinë, se është këtej në Marina dhe merret me ushtrinë më shumë. Mendova doja ta merrja kësaj radhe tutje, dhe ta kisha marrë, do kisha bërë mirë,
E kupton, po ai përgatitesh për ti kur s'do ikin, se ikin me emisionat, do ikin. Përveç punëve që ai ka, përveç punëve që ai ka në ngarkim, e ka dëshirë këngën? E ka dëshirë shumë. Këngën Labe e ka shumë qejf. E ka shumë dëshirë. Kjo është gjëja. Atëherë jemi drejt fundit, janë 3 pyetje që dalin nga, të themi, skaleta e personazhit, dhe unë dua që të komentosh disa shprehje. 3. Pse shpesh e mira përballet më shumë me sfida se sa e keqja? E mira dhe e keqja. Shiko, në këto vite që ka harë demokracia, e keqja ka qenë më e madhe se sa e mira. Në këto vite. E ka mundur të mirën. Për efekt se biznesmen, unë shikoj që janë bërë njerëzit që qenë më rebel në atë periudhë. Nësa njerëzit që u morë me arte, me kulture, me këshu, nuk merren dot të bëjnë rebel. Të fort. S'bëjnë dot. Të fort. Se bëjnë dot të fortin ata. Ata merren me artë, e kupton? Ata se bëjnë dot. Edhe unë shikoj në këtë pikë që ata fituan edhe parat. Ata i fituan gjithë çka. Edhe në shije i bëhet bos. Harrojnë se nga kanë ardhur. Ka shumë që kanë humbur edhe jetën. Po. Ka shumë. A është drejtësia një rrugë e vështirë që kërkon sakrificë? Drejtësia është rrugë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Se si që e thamë më përpara, nuk të lë tjetrit të bësh drejtësi. Se ka fituar parana e të del atje përpara të ndalë këtu, ecë këtej. Janë bjerur disa vlera në shoqërinë tonë. Në shoqërinë tonë. Pse ata që japin më shumë do njëherë marrin më pak? Më duket jemi të treja këto, të themi komente, janë një deviz kanë. Po kujdi unë se sa kam dhënë unë, e s'ka marrë fare. Se sa kam dhënë, zërin, tutje dhe s'ka marrë asin që. E megjithatë, njeriu është optimist. Unë ja ku jam. Optimist për jetën, mjaft që të mbështetet në vlerat e veta. Neve morëm tituj të mëdhenjë, një bërë mjeshtra të mëdhenjë, nuk marëm atë që na duhet. Na shtinë në këtë moshë. Se marëm, se s'na jep kush. Cilat janë vlerësimet Nazif që ke marrë? Vlerësimet? Vlerësimet janë deri te titulli mjeshtri madh. Mjeshtri madh. Po. Nga presidenti i Republikës apo jo? Presidenti i Republikës. Ka marrë 2 çmime nga presidenti i Republikës. Edhe mjeshtri madh, edhe medaljen në infrashë e artë. Në infrashë e artë. Këto jepen në presidenca. Shumë mirë. Unë të falenderoj për gjithçka që ti the, për gjithçka ndave, për publikun tonë. Faleminderit Nazif Çelaj. Faleminderit juve që më ftuat. Shumë e nderuar unë që të kisha sot. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj. Ka zëra që dëgjohen dhe ka zëra që mbeten. Zëri Nazif Çelës është nga ata që nuk shuhet, sepse nuk është vetëm muzikë, është kujtesë, është identitet, është Shqipëri. Unë dhe në emrin tuaj të nderuar shikues e falenderoj mjeshtrin që ishte me ne sonte dhe që vazhdon të jap shpirt një prej pasurive më të rralla të këtij vendi, polifonisë. Polifonisë shqiptare.